Këtu është horoskopi e enjte 30 tetor 2025 për ju. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Do të keni mundësi të rregulloni shumë gjëra që keni në mendje. Në dashuri, mbase do të ishte më mirë ta lini partnerin të flas, keq kuptime që mund të zgjidhen së shpejti. Demi. Jeni të kënaqur dhe kjo është e rëndësishme, nga ana tjetër ka nisur një periudhë e cila do të ndihet nga vrullja dhe mundësitë e mira që do të vinë. Takimet dhe romancat i nënshtrohen ndryshimeve pozitive. Binjakët. Një ditë pa shumë stres, me të vërtetë sot mund të keni më shumë qartësi në mendjen tuaj, më shumë dëshirë për t'u përfshirë edhe në dashuri. Marrëdhëniet me miq dalin në plan të parë dhe e mbushin ditën pozitivisht. Gaforja. Pothuajse nuk ka nevojë të pyesni pse shumë situata do të zhbllokohen vetëm. Në dashuri ju jeni ai që ka kohë të mira dhe të këqija, mos harroni këtë fazë interesante. Luani. Nuk është gjithmonë e lehtë për të mbajtur marrëdhëniet në ekuilibër dhe kështu sot mund të ndiheni në mëshirën e errave. Koha e qetë, por ekziston një pyetje e hapur në lidhje me një shtëpi ose një lëvizje që dikush ka në mendje. Virgjeresha. Dita e rikuperimit. Tani mund të bëni zgjedhje që kanë rëndësi. Ju gjithashtu mund të largoheni ose të ndryshoni një situatë pune. Peshorja. Vendosni iniciativa dhe krijoni kontakte, por gjithmonë me kujdes. Gjysma e dytë e kësaj dite do të përmirësohet dalë, shmangni komplikime. Akrepi. Ju jeni krijues në biznes dhe bashkëpunime. Një kthes pozitive në dashuri do të jeni në gjendje të rikuperoni nga një situatë kritike vetëm nëse e dëshironi vërtet. Shigjetari. Edhe një herë yjet ju bëjnë thirrje që të flisni me kujdes. Emërimet në bank ose me një person që mund të zgjidhë një problem burokratik, llogari dhe çështje kartash për të rregulluar. Britsjapi. Ju lutemi bëni kujdes me paratë. Mos kërkoni jashtë për shkaqet e humorit të keq. Sonte trajtojeni veten në relaks, duhet të hiqni dorë nga dashuritë e pamundura. Ujori. Dashuria mund të jetë sërish bindëse, por duhet të planifikoni një udhtim të këndshëm ose diçka argëtuese, veçanërisht nëse çifti është oksiduar prej disa kohësh. Peshqit. Parashikimi i kësaj dite është i gëzueshëm, i ndritshëm dhe shumë i favorshëm për ju. Ka nga ata që mund të kenë thënë tashmë po ose janë në kërkim të një shoku shpirtëror. Arsyetimi në dashuri nuk funksionon, lëreni të lirë instinktin tuaj. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftime. Ditën e mirë.